ka qenë komplet pjesë e lënë në mëshirën e kohës. Punimi komplet ka qenë para pa 1.2 milion, ndërsa punë shtesë janë dikon 130.000 euro. Kjo është këndi i bar kafes, ashtu të quajtëri, ku ndërkohë një operator ekonomik do ta merr në operu me shërby faktikisht gastronomi. Dhe më thonë njëjtë ndodhemi prapë në këtë pjesën ku kemi me pas ekspozim, ose mosi për me ekspozu qoftë punë dore, gjësane të ndryshme, artizanate, po deri tek fermerët të cilët kanë me i prezentu dhe me shit produktet e tyre. Pas shumë muaj shpunimeve, kështu duket pamja finale e tunelit këtu në Kurrez. E për më shumë detaje dhe transformimeve që ka ndodhur këtu, ndiqni intervistën me drejtorin e transformimeve në komunën e Prishtinës. Ky tunel ose ky projekt me regenerimin e tij, tani ka disa faza tjera, ku për me shpjegu edhe historinë e zhvillimit ose në për ato që ka kaluar se që ka përjetu ky tunel dhe komplet ka gjenerat, Drejtoria e Kulturës në bashkëpunim me projektuesin, në disa faza të caktuara të tunelit apo sektore i ka parapa dhe aktivitetet të ndryshme. Këtu jemi te pjesa ku paraqiten disa, mos them tregime, po disa ngjarje të cilat kanë ndodhur në Kurrez. Edhe këtu e kemi për shembull një prej pjesëve të errta ku në vitet e 90-ta, në kohën kur është dashur me regrutu rini kosovare për me shu në luftrat në Jugoslavi, atëherë i kanë mbyll muret ose hyrjet në fillim të Kurizit dhe në fund të Kurizit, policia, i kemi thonë atëherë raci, edhe me letërnjoftim se cilin e kanë kontrolluar çfarë viti është, çfarë date është, e kanë marrë dhe e kanë vesh drejt e kanë qenë franë. Edhe kjo ka qenë një prej kjo plakat këtu, ose ky print këtu, e shpjegon çatë situatë. Do të thonë tash jemi thjesht në përfundim, kanë bërë vetëm disa detale ose kontrole të vogla teknike para pranimit teknik, gjë që janë të bëjë për shembull ekipet e ndriçimit dhe marketingut LED-it, se dhe mungojnë disa pistona të cilët janë në ardhje. Këtu jemi në një pjesë ku kemi një efekt vizual, që ashtu të kanë paraqo projektues e tunelit. Së pari ka pas shumë punime në infrastrukturë, të cilat ato nuk shifen, sepse infrastruktura në toksori ka qenë mjaft e rënduar, se që nga vitet 74 ose 5 kur kanë filluar punime këtu, askush nuk është marrë, askush nuk është kujdes për tunelin dhe do të thonë askush ka qenë komplet pjesë e lënë në mëshirën e kohës, me degradimet e kohës, e dimë dhe gjendjen që ka qenë para intervenimit, para 8 muajve, tash 8 muaj, dhe ka pas shumë punime të cilat tani janë të padukshme, por të cilat janë paraqitura me faza, menaxheria ka kontrolluar të gjitha, punimi komplet ka qenë para pa 1.2 milion, ndërsa punë shtesë janë dikon 130.000 euro. Me gjitha punët e paparashikuara të cilat kanë ndodhur, sepse këtu jemi në një punim ose në një punishte ku strukturat e vjetruara kanë qenë komplet të degraduara, qoftë edhe statikisht, qoftë edhe me hidroizolim, qoftë edhe me kanalet, me kanaletat nën toksori, infrastruktura, ngroje, gjitha ato, dhe komplet ato janë renovu, edhe Kurizi ose tuneli është regeneru si hapësirë komplet, dhe është kthy në të mirë të publikut ose në për shërbime publike dhe për qytetarë, me dobi të qytetarëve, të këmbësorëve, të ciklistëve këto që po kalojnë, po dhe të automjetëve. Kjo është këndi i bar kafes, ashtu të quajtëri, ku ndërkohë një operator ekonomik do ta merr në operu me shërby faktikisht gastronomi, me disa vende për ulje në këto kohë të nxehta të verës, kjo do të ishte ambient ideal. Ndodhemi në pjesën e toaleteve publike, këtë parapara toaleteve për moshkë, për femra, si dhe toalete për personat të handikepu, do të thonë gjitha me standardet maksimale të kohës. Gjithashtu me një dekor dhe jemi gati në pjesën qendrore të tunelit. Tani jemi në pjesën qendrore të tunelit, do të thonë këtu e kemi veç mesin e tunelit, sepse kjo është kthesa ku bashkohet tuneli ose ku është mesi këtu. Në këtë pjesë projektuesi ka parapar komplet murit të jetë në digitalizum, që ka pas projektim të apo shfaqje të reklamave, marketingut,
ngjarjeve të ndryshme që kanë ndodhur këtu, apo edhe ndonjë lajmërim që do të jetë për komunën e Prishtinës, apo edhe shfaqjet të reklamat të kompanive private që ta bëjmë të veçëndrueshme gjithë këtë stabiliment edhe gjithë këtë investim mos të po dhe mirë bajtje që ka me qenë, qoftë edhe për toalete publike, qoftë edhe për tregun, qoftë edhe për këtë barkafen. Në atë mënyrë është i koncipu që t'jep tunelit edhe një dinamizëm, sepse, si tha, gjendemi në taman në kthesën e qendrore. Do të thonë, njëjtë ndodhemi prapë në këtë pjesën ku kemi me pas ekspozim, ose mosi për me ekspozu qoftë punë dore, gjësane të ndryshme, artizanate, po deri tek fermerët të cilët kanë me i prezentu dhe me shit produktet e tyre në një ditë të vetme të javës. Edhe këto ndodhemi gjithashtu në një pjesë ku shifet mjaft shumë stabilimenti i ventilimit të tunelit, që është i parapam, sepse që nga ajo kohë asnjëherë s'ka pas ventilim. Dhe këto bizneset ndryshme kanë liru gaz në aromat të jo të këndshme dhe komplet tuneli ka kundërmu vazhdimisht, që mbi 45 vite. E tani si që shohim, do të thonë edhe ndotësin më të mëdha i kemi fut në kanale gypat të cilët vazhdojnë komplet deri në ndërtesat e narta mbi 15 kate. Po, do të thonë jemi në pjesën e fundit të tunelit të Kurizit, ku kemi një hapësirë, ku këto raftet mobile, përveç aty në statike kemi edhe raftet mobile, të cilat do të shfrytëzohen në ditë të caktuara të javës, kuptohet nga shitësit, nga ata të cilat kanë ekspozuar dhe produkte. Dhe për këtë arsye një pjesë ose një hapësirë e caktuar është e vendosur për ta, ndërsa kjo pjesa tjetër do t'ju tregoj si funksionon. Kjo është do të thonë, kjo është pozicioni i raftit që ka me qenë mobil dhe ka më vendosur në hapësira të ndryshme varësisht ku duhet me qenë këtu në tunelin e Kurizit.